Pas përfundimit dhe daljes së rezultateve të censusit të shpendëve në liçenin e Shkodrës, Lumin Buna dhe territorin e Bashkisë Vaudejës, Tonin Macaj, shefi i menaxhimit në administratën e zonave të mbrojtura në Shkodër, tregon se e krahasuar me vitin e shkuar, ka patur një shtim të individëve. Ndikim sipas tij kanë kushtet atmosferike. Nga viti i kaluar rezultoi diku 5000 ca individ më tepër. Kjo falë edhe po themi ndryshime klimatike, se temperaturat janë të larta, numri specëve apo individ është më vogël, janë asjelltas nëse ka temperatura ekstreme atëherë edhe numri edhe specëve do janë më të mëdha. Pra bash një krahasim nga 2016 deri në ditën e sotme, si ne kemi çdo vit të thanat, ka një prezencë të qëndrueshme, qoftë të specëve edhe të individëve, që lëviz diku nga 20 deri në 40.000 individ, dhe specie lëvizin nga 20 deri 25 specie. Sipas specialistëve, pozitive shihet fakti edhe i ndalimit të gjuetisë përmes moratoriumit, sjellja e shpendëve është tetë miqësore ndaj njerëzve. Po themi deri ku ka funksionuar mirë edhe ka qenë shumë i dobishëm, sepse edhe vetë shpendët dimërues kanë një sjellje tjetër ndaj njerëzit. Mjafton të dalësh, qofsh në zonën e Shirokës, qofsh në zonën e Malësisë Madhe, peshkatarët që pelikanët u shkojnë deri ke varkat. Liçeni i Shkodrës dhe Lumi Buna strehojnë rreth 50.000 shpend dhe janë një pasuri e rëndësishme për turizmin. Këtë vit gjatë numërimit nuk janë konstatuar specie të reja.